Policia e shtetit ka përgatitur një plan të detajuar masash për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zgjedhjeve të pjesshme që do të zhvillohen këtë të diel në 5 bashki të vendit. Sipas njoftimit zyrtar, qëllimi i planit është ruajtja e qetësisë publike, mbrojtja e objekteve zgjedhore dhe parandalimi i krimeve zgjedhore. Policia ka marrë në ruajtje 9 objekte zgjedhore ku ndodhen komisionet e KZAZ-ve, ndërsa të shtunën do të sigurohen 473 qendra votimi. Për këtë proces janë angazhuar 612 punonjës policie dhe automjete, lista e të cilëve është miratuar nga KQZ. Ditën e votimit, efektivët e policisë do të jenë të shpërndarë në terren, ndërsa në rast kërkesash nga komisionet zgjedhore do të ndërhyjnë menjëherë në përputhje me ligjin. Në orën 18 të ditës së zgjedhjeve, policia do të marrë në ruajtje edhe qendrat e numërimit të votave, ku shërbimi do të vazhdojë deri në përfundim të procesit. Policia apelon për qytetarët që të denoncojnë të gjitha rastet e presionit apo tentativat për tjetërsim vote dhe u bën thirrje subjekteve politike të respektojnë ligjin dhe të bashkëpunojnë për mbarvajtjen e procesit.